Hani sa më shumë bukë misri, ja përfitimet e mira që do të keni. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak, ul ndjeshëm nivelin e yndyrës dhe luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me produkte misri dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arritën rezultate mjaft të kënaqshme. Misri është një burim i energjisë, pasi përmban vitaminat B të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit që gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit që janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndjehen të fryrë. Prandaj buka e misrit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe në rastin tuaj specifik.